jap fjalën Donika Gërvalla Schwarz. Faleminderit shumë zoti kryetar. Ju falenderoj shumë për mundësinë që të drejtohem Këshillit të Sigurimit në emër të Republikës së Kosovës. Të nderuar anëtar të Këshillit të Sigurimit, më lejoni ta nis këtë fjalë duke i përkujtuar të gjithë një moment historik. Me 24 mars 1999, NATO intervenoi në udhëheqjen e Shtetit Bashkuara të Amerikës për të ndalur gjenocidin në Evropë. Pasi gjitha përpjekjet diplomatike kishin dështuar për të ndalur në vrasjes masive kriminal lufte, bota civilizuar mori një veprim vendimtar. E kjo ndërhyrje nuk ishte vetëm legjitime, ishte ekzistenciale, përfaqësonte mbrojtjen e vlerave themelore të Kombeve Bashkuara dhe të vetë njerëzimit, ndaljen e një gjenocidi që ishte në zhvillim e sipër, duke shpëtuar jetë të panumërta, duke qëndruar kundër krimeve masive ndaj njerëzimit. Kjo ndërhyrje i dha fund fushatës gjenocidale dhe vrasjeve masive të Serbisë. Nga shkatrimi shkaktuar dhe agresioni i Serbisë dhe nga dhimbja e fushatës së saj gjenocidale, populli i Kosovës u ngrit edhe më i fortë. Sot, 26 vjet më vonë, Kosova është shtet sovran e i pavarur, me sundim të ligjit përkushtuar ndaj botës së lirë. Kosova është e ankoruar fuqishëm drejt perëndimit, duke krijuar e mbajtur marrëdhënie të ngushta me gjithë partnerët tanë ndërkombëtar. Republika e Kosovës është shembulli më i mirë asaj se si një ndërhyrje ndërkombëtare kundër gjenocidit, e pasuar pasaj me mbështetje të vazhdueshme ndërkombëtare, ka mundësuar krijimin dhe lulëzimin e një demokracie plotësisht evropiane e perëndimore. Përkundër kundërshtimeve të ashpra nga Rusia, Serbia, aleatët e tyre, Kosova tashmë është demokraci e mirëfillt dhe partnere respektuar ndërkombëtare. Ti bëje hon fjalëve të shprehur në Këshillin e Evropës gjatë procesit të antarësimit të Kosovës. Dora Bakojanis, raportuese për antarësimin e Kosovës, kishte deklaruar: Kosova është demokraci funksionale që respekton të drejtat njerëzit e të komuniteteve. 82% më shumë se 82% të antarëve në Komitetin Pace dhe jemi vend demokratik dhe jemi shumë krenar për këtë. Në dritën e të kaluarës sonë të dhëmshme kemi ndërtuar institucione që reflektojnë vlera demokratike, sundim të ligjit e drejtat njerëzit. Kosova sot është demokraci e gjallë, e re, reziliente, me orientim drejt integrimit të Euroatlantik. Por, Serbia nuk është se ka ndryshuar shumë. Ajo vazhdon të përpiqet të destabilizojë demokracinë tonë. Për te i kësaj, e bën këtë jo vetëm përmes retorikës, por me veprime konkrete, të dhunshme, që rrezikojnë paqen e sigurinë rajonale. Zoti kryetar, me 24 shtator 2023, Republika e Kosovës u bë shënjestër e një inkurzioni, një sulmi të armatosur nga një grup paramilitar me bazë dhe mbështetje në Serbi, udhëhequr nga Milan Radojčić. Njeri që publikisht njihet për lidhjet e tij me elitën politike të Serbisë, duke përfshirë edhe ministrin aktual të punëve të jashtme, zotin Đurić këtu që është, dhe vetë presidenti Vučić. Ka fotografi publike të zotit Đurić këtu, ulur me Radojčićin në kafene në Beograd, që e dëshmojnë këtë lloj lidhje. Ky ka qenë akti hapur agresioni kundër një shteti fqinj, kryer nga një grup me trajnim ushtarak. Pajisje logjistik ushtarake, gjitha këto të siguruar nga Serbia. Sipas rezolutës 33/14 Asamblesë Përgjithshme të OKB-s, kjo përbën agresion. Ta quash pastaj këtë incident serioz sigurie, siç bëhet në raportin UNMIK-ut këtu, jo vetëm që është keq përshkrim, është shtrembrim. Faktet janë krejt të qarta. Serbia e ka sponsorizuar, armatosur, trajnuar e mbështetur politikisht këtë grup.
që përfundimisht vrau një policë të Kosovës, zotin Afrim Bunjaku, duke përpjekur për të pushtuar territor brenda kufive tanë sovran. Këto taktika, që rikujtojnë agresionin hibrid të Rusisë dhe përdorimin e atyre njësive paramilitar par logo në Krime, nuk kanë vend në Evropë. Jo vetëm që ishte terrorizëm, ishte akt i luftës. Shkelësit tuaja me 29 nëntor 2024. Kanali Iber Lepens në Republikën e Kosovës u vu qëllimisht në shënjestër të një sulmi me eksploziv, një sulm kinetik të nivelit ushtarak ndaj infrastrukturës kritike civile. Ky akt vuri në rrezik furnizimin me ujë, energji elektrike, lidhje interneti e ngrohje për qindra mijëra qytetarë, duke përfshirë ekonomitë familjare, por edhe shkollat, spitalet e shërbimet tjera publike qendrore në shumë komuna. Objektivi ishte i qartë. I dizajnuar për të terrorizuar qytetarët tanë, për ndërprerë jetën e përditshme dhe për shkaktuar dëmi përhapur. Pas këtij sulmi, Republika e Kosovës kërkoi zyrtarisht bashkëpunimin ndërkombëtar për hetimin e incidentit. Ndërsa presidenti i Serbisë Vučić deklaroi publikisht se Serbia do të hetonte të bashkëpunonte, në realitet, Vučić i refuzoi edhe të përgjigjej ndaj shumë kërkesave që janë bërë nga institucionet evropiane dhe ndërkombëtare për ta jetësuar këtë lloj premtimi. Refuzimi i tij jo vetëm që dëmton vetë hetimin, por për më tepër sinjalizon një gatishmëri të rrezikshme e të vazhdueshme për të mbrojtur vrasësit e terroristët. Kërkojmë nga Serbia që të bashkëpunojë plotësisht me hetimet ndërkombëtare e po ashtu të dorëzojë Milan Radojčićin dhe kriminalët tjerë tek autoritetet e Republikës së Kosovës. Pandëshkueshmëria e vazhdueshme e këtill vetëm sa inkurajon aktet e tashme të agresionit. Zotë kryetar, dua të jem më qartë për sa i përket statusit të UNMIK-ut. UNMIK-u po humb kredibilitetin e agjencisë OKB-s. Sjelljet e veta dhe vërtimet po pengojnë shërbimit dhe krijimin e pamjes së qartë të zhvillimeve në vend. Që të jemi të qartë, UNMIK-u nuk pengon e nuk e dëmton Kosovën në zhvillimin e vet, por po e dëmton kredibilitetin e vet kombeve të bashkuara. Brenga tona për sa i përket UNMIK-ut dhe pranisë së tij të vazhdueshme nuk duhet të keq kuptohen, sepse Kosova vazhdon të punojë ngushtë me shumë agjenci të OKB-s, siç është UNDP-ja, UNICEF-i, UN Women, të tjerë që janë partnerë në zhvillimin tonë. Por, UNMIK-u nuk përmbush me asnjë funksion që do të justifikonte praninë e tij të vazhdueshme, derisa organizata tjera ndërkombëtare, si OSBE-ja, Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian, vazhdimisht ofrojnë vlerësime të balancuara për zhvillimin e Kosovës. UNMIK-u vazhdon të shtrembërojë faktet e në këtë mënyrë duke keq orientuar edhe vetë këtë këshill. Kjo është po ashtu evidente në mënyrën se si raporti e paraqet përpjekjen legjitime të Kosovës për të forcuar sundimin e ligjit për të luftuar krimin e organizuar. Kosova ka shënuar suksese domethënëse në çmontimin e strukturave kriminale ilegale që prej kohësh kanë instaluar një zonë pa ligj në 4 komunat e veriore. Si pjesë e këtyre përpjekjeve, 13 laborator droge të përkrahur nga shteti serb, që kanë prodhuar droga për miliona viktima të reja në gjithë Evropën, në vlera prej 100 miliona eurosh. Gjitha këto janë çmontuar dhe ka pasur janë gjetur edhe mjete për vepra terroriste. Dhe kjo është zbatimi i ligjit, mbrojtje për qytetarët tanë, por raporti i UNMIK-ut i bën jehon propagandës serbe dhe i portretizon këto informata
duke keq orientuar për qëllimin dhe orientimin për paqe. Një keq interpretim tjetër është vërejtimi I UNMIK-ut për gjykimet në mungesë, sidomos për të dyshuarit për krime lufte. Kto nuk janë çështje zgjedhjes, por është domosdoshmërie sepse Serbia vazhdimisht I mbron këta të dyshuar. Gjykata në Bruksel, jo në Kosovë, dënoi 3 individ nga konspiracioni dhe ekzekutimi I atentatit të gazetarëve shqiptarë në Belgjik, por Serbia vazhdon të refuzojë ekstradimin e tyre. E njëjta gjë vlen edhe për të dyshuarit për krime lufte që gjykohen në Kosovë. Në rastin e masakrës së Rezallës, 3 persona janë dënuar në mungesë për vrasjen e 98 civilëve. Gjykimet në mungesë mbeten I vetmi opsion ligjor për të siguruar drejtësi për të luftuar pandëshkueshmërinë. Shkelësi tuaja I bëjmë thirrje UNMIK-ut që më në fund të pasqyroj realitetin e terren pa shtrembrime, pa dykuptimsi. Banjska ka qenë akt I agresionit paramilitar të sponsorizuar nga një shtet ndaj një shteti tjetër. Hyperlipenci ka qenë sulm kinetik me karakter ushtarak ndaj një shteti nga një shtet tjetër në infrastrukturë kritike. Regjimi aktual I Serbisë vazhdon të minojë paqen, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin dhe ka shkelur miliona qytetarë të vet në Serbi që duan të ndahen nga ky regjim që I ka shtypur për shumë vite. Gjuha ka shumë rëndësi, zonja zotri. Si përshkruajnë këto akte, do të përcaktoj nëse parandalimi do të mbizotroj mbi pandëshkueshmërinë. Por Kosova mbetet e përkushtuar për paqe e bashkëpunim. Por paqja nuk është ruajtur kurrë duke toleruar agresionin. Paqja është ruajtur vetëm duke ju kundërvënë agresionit me vendosmëri. Derisa Kosova po forcon demokracinë dhe sundimin e ligjit me mbështetje të gjerë publike ndërkombëtare, Serbia po shkon në drejtim të kundërt. Në muajt fundit, edhe njëherë, miliona literalisht qytetarë në Serbi, në Kosovë, jo në Kosovë, por në Serbi, udhëhequr nga studentët, të mbështetur nga mësuesit, bujqit, punëtorët e tjerë, po protestojnë vazhdimisht kundër korrupsionit, represionit dhe regjimit autokratik të presidentit Vučić. Derisa bashkëpunëtorët të vegjël të Vučićit, si ministri Gjurić dhe kryeministri Vulin, vizitojnë rregullisht Moskën, duke përforcuar lidhjet me fuqitë autoritare të tilla, kriza e brendshme e vendit po thellohet edhe më tutje. Serbia tashmë po sfidohet edhe në Këshillin e Evropës, është thirrë edhe në Gjykatën Evropiane për Drejtat e Njerëzit dhe do të ballafaqohet me krizat vazhdueshme derisa regjimi I Vučićit I refuzon kërkesat legjitime nga forcat demokratike në Serbi, po edhe nga fqinjet e vet demokratik në rajon. Njëkohësisht, Kosova vazhdon të ecë përpara, politikisht, ekonomikisht, si shoqëri e lirë, paqësore, optimiste. Vazhdojmë të përforcojmë institucionet tona, duke zbatuar ligjin, duke luftuar korrupsionin, duke I dhënë fund rrjeteve kriminale. Forcojmë edhe sigurinë tonë, tash së voni me një marrëveshje trepalçe me 2 antarë të NATO-s, Shqipërinë dhe Kroacinë. Të gjithë dimë se cili është burimi I tensionit në rajon. Serbia eksporton destabilizim, ndërsa Kosova dhe partnerët e vet eksportojnë siguri, partneritet e bashkëpunim. Dhe ndërsa Serbia refuzon të rreshtohet me Evropën, kundrejt provës më të madhe të kohës sonë, Kosova qëndron fuqimisht me partnerët e vet në mbrojtje të Ukrainës. Nuk do të lëkundemi asnjëherë në përkushtimin tonë për fitoret të Ukrainës kundër agresionit rus në mbrojtje të demokracisë së tyre, duke mbrojtur kështu edhe lirinë evropiane kundër një leadershipi barbar të Putinit. Në përfundim, I bëjmë thirrje Këshillit të Sigurimit dhe Bashkisë Ndërkombëtare
që të ndërmarrë veprime të qarta vendimtare kundrejt veprimeve agresive të Serbisë në rajon, duke përfshirë ato ndaj Kosovës. Kosova do të vazhdojë bashkëpunimin e vet me partnerët ndërkombëtar për të ruajtur stabilitetin në gjithë rajonin. Kosova do të vazhdojë të sigurojë që ata që janë përgjegjës për dhunë terror të vijen para drejtësisë, por askush nuk mund të mbyll syt ndaj përpjekjeve të pandalura të Serbisë për destabilizim të rajonit, ndërsa Kosova po shënon përparim të ndjeshëm në rrugën e saj drejt integrimit të plotë në NATO, Bashkimin Evropian. E në të ardhmen edhe në Kombet e Bashkuara, përfundimisht, po ndërtojmë ura afatgjate me gjitha shtetet. Është koha që bashkësia ndërkombëtare të njohë këtë realitet. Republika e Kosovës është shtet i pavarur që po ecën përpara në gjitha platforma ndërkombëtare. Hap pas hapi, sukses pas suksesi. Tani, si shtet, si këmbë sovran e paqëdashës, duhet të bëhemi të gjithë bashkë për të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të garantuar paqen dhe stabilitetin e vazhdueshëm e të qëndrueshëm në Ballkan. Faleminderit shumë, zoti kryetar,